Sot ka vazhduar shqyrtimi gjyqësor në gjykatën themelore të Prishtinës ndaj të pandehurve Behar Halili, Shpëtim Tahiri dhe Mentor Beqiri, të akuzuar për tentim vrasje të rënd ndaj kryeinspektorit të Inspektoriatit të Punës në Mitrovic, Nejat Fazliu. Sipas akt akuzës, ngjarja kishte ndodhur me 29 prill të vitit 2020 në fshatin Godanc të Glokocit, ku të pandehurit në bashkëkryrje dhe të shtyrë nga Mentor Beqiri e kishin ndaluar veturën e zyrtarit dhe e kishin sulmuar brutalisht me mjet të forta, duke i shkaktuar lëndime të rënda trupore dhe dëme materiale në veturën zyrtare. Në seancën e sotme, i dëmtuari Nejat Fazliu ka dëshmuar para trupit gjykues, duke përshkruar momente dramatike të sulmit dhe pasoja që ka pësuar. Po, që nga muaji dhjetor i vitit 2018 ne jam emëruar fillimisht si UD Udhëheci Inspektoratit të Punës për rajonin e Mitrovicës, ku pas disa muajve, përmes procedurës së konkursit, jam avancuar si udhëhec me akt emërim të përhershëm. Me akt emërim të përhershëm. Në që të kohë që në shtu të të aktuere zyrtare, aktuetotin si kene vizituar kompanin marë SHPK dhe kompanin tjetër Proper Pizza. Kompanin? Proper Pizza. Kompanin? Marë SHPK. Në zonat masës vëtë një shka zyrtare. Marë SHPK dhe Proper Pizza. Dhe Proper Pizza. Jo në Proper Pizza, po dhe Proper Pizza. Dhe Proper Pizza. Ma ka padosh me ndërhy në që është në trashkimit të pytjer, në qëto pytje u përgjigj, nëse këshëmit me në pak ma shkër, ka në dalë kemë kërësore. Që pytjet cilat jenë përgjigj nga stranat procedurali, se e ka spjegu kam 4 herë dhe në seancën e kaluar në pytje në prokurorët shkete, se si ka shku në kompanin marë SHPK, si ka shku në kontrol të Proper Pizza, se ka rrit me evidentu se do të fjallë për tjetën person në Fushë Kosovë dhe në Mitrovic. Me qenë se është përgjigjë në këtë pytje, po besej që nuk është nevojsh me dhe njëherë. Se është drisë vazhdim shqiptime. Po, mund është më përgjigjë dhe në pytje, gjatë pos që keni është grupë të tyra të ju e zëtara, të 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 kene vizituar kompanin Marë SHPK dhe Proper Pizza. Mo përken Fushë Kosovë. Po, gjatë vit. Të zojnë apitje në sterion në anë. Dhe Proper Pizza kënë në tërë. Po. Me është ndrejshëm procedurë në sterion në anë. Nëse zgabaj Proper Pizza është si njësi e mobit. Po. Dhe Proper Pizza si njësi e firmës madhë në Mitrovic. Ose nëse zgabaj është vetëm blerje e markës. Pa problem. Po, ajo është detaj i parësishëm. Ajo ka në vizit në qëto. Përgjigja është? Po, gjatë vite 2017 apo 18, Po, gjatë vite 17 ose 18, kemi pasur inspektime në një vend punisht në Fushë Kosovë, të cilën e ndërtonte MAB SHPK, të cilës edhe kemi shqituar një mos ndeshkuese, shuma nuk me kujtuhet nëse nuk gabaj ofër 4.000 euro. Bindi vojzës ka paraqit? Ankesë dhe në ankesën e tij ka deklaruar ka deklaruar se personat e Proper Pizzas janë persona të rrezikshëm dhe është si praktike e Inspektoratit të Punës. Dhe është praktike e Inspektoratit të Punës. Se në rastet kur inspektohet natën, të kemi shoqërimin e policisë së Kosovës. Për shkak të sigurisë. Kemi shoqërimin e policisë së Kosovës për shkak të sigurisë. Mirë, po mos edhe njerë të përmendi, në deklarat prindi ka theksuar se personat janë personat të rrezikshëm, madje kanë kërcënuar edhe atë. Pasi që në deklarat gojore. Pasi që në deklaratën gojore të prindit të vajzës, prindi e ka theksuar se janë personat të rrezikshëm dhe se kanë kërcënuar edhe atë.
sepse ne kemi pyetur sepse ju nuk e ndalni vetë vajzën tuaj, Pasi që ne kemi pyetur sepse ju nuk e ndalni vajzën juaj, nga puna. Ai ka deklaruar se përveç se unë jam i kërcënuar, është e kërcënuar edhe vajza. Po, gjatë hyrjes detyrat tuaja për inspektorit, keni ndjen ndonjëherë veten të kërcënuar apo të rrezikuar nga personat e akuzuar që janë akuzat? gjatë hyrjes së detyrave tuaja të punës, ai një ndjeri kërcënuar nga personat e akuzuar të Po adet që kemi kryer inspektimin në Propërpiza, fillimisht jemi kërcënuar nga personi quajtur Lavdem, ku unë në prezencë të policisë kam dalur jashtë lokalit ku policët ishin të dera Propërpicës dhe kam kërkuar nga ta që ta largojnë nga prezenca jonë personin në fjalë, për shkak se është duke na kërcënuar dhe është duke na penguar me prit detyre. Pyetja është për personat që akuzuar këto. Po, ty duhet dalë. Po sa kemi hartuar, ka hartuar proces verbalin inspektori, Përsa ka hartuar proces verbalin inspektori, tikon ka fundi vetë se është kryer, inspektimit, proces verbali inspektimit nga ona e inspektorit, po, po thoj se në fund të inspektimit ka ardhur Mentor Beqiri, pronari Propërpicës, ose MAP SHPK, pronari me disa persona, me disa persona, ndërta edhe personat e akuzuar, duke përfshi edhe Mehmet Kurteshin, i cili tashmë është i ndjerë. Ne kemi vazhduar me inspektim në një subjekt tjetër, Ne kemi vazhduar në një inspektim tek një subjekt tjetër, në bashkëpunim me 2 vetura të policisë dhe 2 apo 3 vetura tjera nën përcjellje të personave të akuzuar. ja në përcjellje në personat të akuzuar. Për në përcjellje që përgjigje që ato veturat e policisë që u kanë përcjellë juve, që kanë bërë ma se u kanë për përcjellë që ato 3 vetura tjera. Ne posa kemi shkuar tek furra atë dhe jo, në inspektim, Dhe ne pas që kemi shkuar tek një biznes tjetër për inspektim, po, personat e akuzuar dhe disa të tjerë kanë hyrë në të akuzuar dhe disa të tjerë kanë hyrë, dhe janë ullur për rreth nesh në atë subjekt dhe të njëjtit me provokime, me shikime na provokojshin. me provokime dhe shikime në provokation. Dhe posa kemi përfunduar inspektimin, Po dhe për pas e kemi përfunduar inspektimin, ne kemi vazhduar për të shkuar për të pirë kafës bashkë me policinë e Kosovës, për të pirë kafe së bashku me policinë e Kosovës. në HIP, në SHPK. Në të dërishta. Ne kemi vazhduar me inspektim në një subjekt tjetër, Ne kemi vazhduar në një inspektim tek një subjekt tjetër, në bashkëpunim me 2 vetura të policisë dhe 2 apo 3 vetura tjera nën përcjellje të personave të akuzuar. ja në përcjellje në personat të akuzuar. Për në përcjellje që përgjigje që ato veturat e policisë që u kanë përcjellë juve, që kanë bërë ma se u kanë për përcjellë që ato 3 vetura tjera. Ne posa kemi shkuar tek furra atë dhe jo, në inspektim, Dhe ne pas që kemi shkuar tek një biznes tjetër për inspektim, po, personat e akuzuar dhe disa të tjerë kanë hyrë në të akuzuar dhe disa të tjerë kanë hyrë dhe janë ullur për rreth nesh në atë subjekt dhe të njëjtit me provokime, me shikime na provokojshin. me provokime dhe shikime në provokation. Dhe posa kemi përfunduar inspektimin, Po dhe për pas e kemi përfunduar inspektimin, ne kemi vazhduar
për të shkuar për të pirë kafe së bashku me policinë e Kosovës, Për të pirë kafe së bashku me policinë e Kosovës. në HIP, në Shqipëras, Nëse do të ta. Në është. Dëshmitar, tash e tukje, fillon në përgjigjet e tua ju referohesh saktësisht cilën nga të akuzuarit ka qenë prezant. po, ka dhe raport policisë. E dyta, e sqaron për nevoja të gjykatës ose prokurorisë së Besa, çështjen se nëse e ndin personin edhe në friksim me vizitë tek persona tjerë, e ke qenë në shoqërimin e policisë. Ai ke paraqit këtu para Po, policisë. tash në vazhdimsi. Çka ka bërë policia se më në kohë interesante për prokurorin e shtetit. Po. Tash në vazhdimsi e ka dhe raport nga una policisë, aty duhet të dalë. Qa ka bërë, jo raportin, qa ka bërë që atë, a shkut në kofa, qa thëshë? Apo më lejon vetëm 1 minutë. Jo mirë, po këtë punë. Okej, se më qysh po nduket pak se ndërhyrja, jam dukoni edhe në presion. Se është kjo është kronologji e krejt ngjarjes, si pasojë e kësaj ka ardhur sulmi. Dëshmitar nga. Tim tash në cilësi të dëshmitar. Po, E kitë në obligim në përgjim pyetje konkrete të vëllëve të shtetit. Në generalizimi se fotës mundet më leju në fjallën përfundimtare ku e bëjmë për mbledhjen e tërësisë së shërbimit gjyqësor, gjë që unë nuk të vë fal ty, për shkak se nuk je profesionist e fushës. Më nësh me ketë me qenë jurist, por që kjo rjela procedurës. Tash jemi në cilësi të dëshmitarit. Nuk përgjigj në pyetje konkrete të përfaqësuesit tanë nga pavlet të tjera. është pyetja e prokurorit që ka bënë në seancën e kaluar dhe pikërisht lidhet me këtë kronologji. Me sa në kun kuptu. Nëse bashkë me policinë e Kosovës në herë, a nuk kaltove që aty që për një shikës në policinë? Në prezencë, po, në prezencën tonë, personat e njëjtë prap kanë ardhje, janë ulur personat Behar Halili, po në rregull. Po. Në gjykati në Behar Halili, Shpëtim Tahiri dhe Mehmet Kurteshi dhe 2 apo 3 tjerë. Në prezencën e policisë kanë ardhur edhe Behar Halili, Shpëtim Tahiri, Mehmet Kurteshi dhe 2 apo 3 persona tjerë, të cilët nuk vini janë. Mehmet Kurteshi dhe 2 apo 3 persona të tjerë. Dhe nga aty kemi vazhduar për tek stacioni policisë, Dhe aty kemi vazhduar tek stacioni policisë, dhe 200 metra, disa metra, rreth 200 metra, pa shkuar tek stacioni policisë. dhe rreth 200 metra pa shkuar në stacionin e policisë në qytetin e Mitrovicës, Pikërisht te Hekurudha, në qytetin e Mitrovicës, pikërisht te Hekurudha, unë e kam dalur veturen dhe kam kërkuar dhe kam dalur nga vetura dhe kam kërkuar nga policët që na shoqëronin dhe kam dalur nga vetura, ku kam kërkuar nga policët që na shoqëronin, që ti ndalin persona që ishin duke na përcjellur në mënyrë të paautorizuar të ishin duke na përcjellur në mënyrë të paautorizuar, në 3 lokacione të ndryshme dhe policia me atë rast e morën vetëm njërën nga veturat. me atë rast policia vetëm njërën nga veturat, që ju kanë përcjellur. Po, e ndalin, ku në atë vetur me vënë e kom kuptuar, mos të raportit policisë. Në vetur, ku unë këtë fakte ka mësuar më vonë, Pas sulmit, kanë qenë Behar Halili, Shpëtim Tahiri dhe Mehmet Kurteshi, dhe ne kemi vazhduar së bashku me policë dhe personat në fjalë, por ne kemi hyrë para prakesh me policia që i kam shikuar personat. edhe që e vetuar stacion Po. edhe vetura Vetura Citroen, unë kujtohet. Vetura Citroen. Me atë rast, policia në kanë shoqëruar policia, mua dhe inspektorin, të cilët kemi qenë me 2 vetura ndryshme, dhe inspektorin, po, i cili është nga Skenderaj. Na kanë shoqëruar deri në Skenderaj për shkak të përcjelljes ose kanusjeve që i patëm për shkak të përcjelljes. ma herët nga ona mentor Beqirit dhe persona të akuzuar. I kam pasur disa provokime
dhe përcjellje të pa autorizuara, dhe përcjellje të pa autorizuara, të cilat i kanë denoncuar tek Policia e Kosovës. A mësh të specifikesh në nga tregu për shpinë ka funzuar dhe në raport me që të të shpinë, në të vësirësh për të në Tahiro dhe Halile. Cili nga ta më ka? Po, më kujtohet, kam qenë në Mitrovicën e Veriut. Pa, detojeve që është këteja, e kanë të tretë të përfrim në që të pas në raport me pyetje në avokatit të. Behar Halili dhe Mentor Beqiri, Behar Halili dhe Mentor Beqiri, po, të dy veç e veç, kam pas, e kam vrejtë se kam pas diso herë, e kam vrejtur se kam pas përcjellje. Tek Behar Halili me kujtohet konkret, tek Behar Halili me kujtohet konkret, në Mitrovicën e Veriut, tek spitali i struktura paralele, kam qenë zbashku me gazetarin Visar Doriqi. Tek spitali i strukturave paralele, ku kam qenë gazetarin Visar Doriqi, duke bërë një dokumentar për Veriun. Kemi vrejtur se Behar Halili në vazhdimsi në pjesën veriore në ka përcjellur, të cilën e kam denoncuar unë dhe Visar Doriqin tek Policia e Kosovës.